Nesër në mbrëmje, kombëtarja jon do të përballet me Serbin në stadiumin Leskovac, ku qezit luajnë vetëm dhe duhet vetëm fitore nëse realisht besojnë për një bilet në botror. Megjithatë për t'i bërë një analizë kësaj ndeshje, por edhe jo vetëm kaq, e curisë së kombëtares në vazhdim, kam në lidhje të drejt për një bisedë dy ish futbollist Indrit Fortuzi, Gilman Lika. Ju përshëndes dhe ju falenderoj shumë që jeni në A2CNN për këtë bisedë. Faleminderit dhe përshëndetje. Mirë, Fortuzi, nisim së bashku. Nesër një ndeshje shumë e rëndësishme për kombëtaren ton, pasi mësojmë nëse do të mund të kemi një bilet apo jo për në botror, përballje me Serbin. Si e shihni? Është ndeshje e veçantë, një ndeshje që besoj që përveç rëndësisë pikëve ka një ngarkesë emocionale, sepse dihet problemet në ngarkesa politike që ka mbi që merr kjo ndeshje. Megjithatë, besoj që ekipi jonë është pak më i favorizuar sepse nuk ka atë ngarkesën e organizimit të ndeshjes, pra besoj që Serbia do të jetë më shumë në presion se ne. Sa për nga ana teknike, mendoj që të dy ekipet nuk janë në gjendjen e tyre më të mirë, pasi edhe Serbia vjen pas një humbje 5-0 dhe gjendjen brenda ekipit nuk e ka optimale, ashtu sikur sa ne nuk i kemi lojtarët tanë në formë maksimale. Megjithatë, shpresoj që të bëhet një ndeshje mos ketë probleme, mos ketë incidente dhe inshallah të marrim një 3 pikë, patëm një rezultat pozitiv do të ishte mbas edhe barazimi mund të na bëj punë. Mirë, Lika, për sa i përket ndeshjes së nesërme, por jo vetëm kaq, por edhe mungesave të sigurta të cilat i ka konfirmuar vetë Silvinjo në konferencën për shtyp, Kumbulla, Ismaili dhe Pajaziti. Sa do të ndikojnë këto mungesa në fushën e Blert nesër? Pa diskutim që janë mungesa shumë të rëndësishme për ekipin tonë kombëtar. Po gjithsesi, mendoj që çdo lojtar që nesër ka për të qenë fushë, është një ndeshje shumë speciale për gjithë secilin prej tyre dhe jam i bindur që çdo njeri që të ketë fushë do të ketë minuta në dispozicion ka për të qenë maksimumin e tij. Dihet rëndësia që ka kjo ndeshje, edhe jam pak optimist sepse është një ndeshje që na duhet vetëm fitoria, por gjithë secili lojtar kupton që një ndeshje që duhet fitoria ti nuk ke rezultat tjetër. Pasi me natë 9% dhe barazimi jena pothuajse jashtë loje. Po. Ndërkaq flasim për një ndeshje të rëndësishme, por nuk marrin ftesë Ernest Muçi dhe Anis Mehmeti. Kujtojmë Fortuzi që Anis Mehmeti është një nga emrat më të lakuar së fundi edhe në kategorinë e dytë angleze dhe justifikimi i Silvinjos ishte se kishim shumë lojtarë në krahun e majt. Si mendon çfarë veprimi ose si do ta gjykoni të vendimin e Silvinjos për mosthirrjen e Ernest Muçi dhe Anis Mehmetit? Të thoshë nuk është se njoh shumë pavarësisht nga momenti i mirë që cilin po kalon, por besoj që të dy lojtarët duhet të ishin pranë ekipit kombëtar sepse neve kemi nevojë shumë patëm për të fazën sulmuese. Mendoj që është një neve në base edhe mund të, nëse do të shkojmë në minutat e fundit që do të jemi një rezultat pozitiv dhe mund të rrezikojmë që të marrim një fitore sepse ajo na bën direkt për të kaluar në zonën në play-off. Por të rrezikojë edhe trajnerit në base edhe shumë sulmues ai nuk i don në krijojë një klimë jo brenda ekipit. Megjithatë, unë do të isha që Ernest Muçi patën ka që mund të ishte përpara në ekip. Megjithatë, të shikojmë sepse mbase kam përshtypjen që mbase trajneri nuk do të aktivizojë mbase ato dy sulmuesit që kanë Manajn ose Brojen, mbase mund të luajnë me njërin nga këto lojtarë dhe tjetrin do ta ketë zëvendësues, kështu që mbase nuk ka dashur të ketë shumë kërkesë në stafin e tij për të sulmuar. Për sa i përket Anis Mehmetit, Lika, dhe mediat britanike po shkruajnë për të. Si e keni parë, sa e keni parë performancën e tij në fushën e Blert? A ka luksin Shqipëria të sakrifikojë për momentin një lojtar të tillë si Mehmeti apo dhe Ernest Muça? Të drejtën janë të dy lojtarë që kanë treguar cilësi edhe çdo njeri që është afër sportit e kupton që ndoshta ata duhet të ishin pjesë e listës
për ndeshjet e kombëtarës, por gjithsesi është një zgjedhje e trajnerit që është pak e vështirë që secili përveç mund të japë një opinion, por më varet gjithmonë te filozofia që trajneri dhe me këtë ndeshje dhe mënyra se si e ka menuar për menuar. Po pa diskutim se secili atyre nuk vjen në diskutim edhe janë lojtarë që edhe mosha e tyre favorizon dhe kanë vërtetuar për shumë vite pjesë kombëtare. Po. Ndërkaq ne ndeshja e së shtunës mbart brenda saj dhe shumë emocion, po të kemi parasysh atë se çfarë ka ndodhur gati 11 vite më parë në vitin 2014 në Serbi. Fortuzi ju e thatë që është dhe politike, përveç se është një lojë në fushën e blert, mbart brenda saj edhe ato përplasjen politike. Kështu që duke referuar asaj se çfarë ka ndodhur më parë, a i druheni sërish episodeve nesër në mbrëmje? Padyshim, është ngarkesë shumë e madhe për organizatorët e asaj ndeshje, sepse dhe po të shikosh edhe lëvizjen e ndeshjes e larguar nga Beogradi e çuar në një qytet tjetër, Leskovet, po të shikosh që nuk do ketë pjesëmarrje të tifozëve shqiptar, për forcimin që kanë bërë masat që kanë marrë Federata Serbe për bishitjen e biletave, që çdo person duhet të jetë, mos ketë bileta në shitje, të jetë me të personalizuara biletat. Pra, është një ngarkesë e madhe. Kjo ngarkesë është më e madhe nga ana e Serbisë. Të njëjtën problem kishim në ndeshjen tonë që bë në Shqipëri nga ana organizative. Dhe po të shikoni mbajmë mend që bën Tiranë, se të kishte vënë ansori, mundonin të provokonin tifozët që të goditeshin me çakmak ose me sende nga jashtë. Por Federata e menaxhoi shumë mirë, shpresoj që edhe Federata Serbe ta menaxhojë mirë, mos ketë situata të tilla. Ti ngeli çdo lloj gjë të kualifikohet ai ekip që në fushën e lojës, mos ketë ndërprerje ose një lloj akte që patën një lloj pasigurie që në ndeshjen me mbaj mend të vitit 2014 ishte një ndeshje që shpresojmë të ktheheshin lojtarët gjallë në Shqipëri. Aq situatë e vështirë. Besoj që nuk do jetë tillë, sepse besoj që tash kanë një lloj provoje edhe federatat. Megjithatë, është një ndeshje që është shumë e ngarkuar, është një ndeshje e ngarkuar. Dhe mendoj që ne do ta shfrytëzojmë për të mirën tonë këtë patën në fushën e lojës, sepse presioni është shumë në krahas. Ne na duhen 3 pikët. Lika, domethënë, nisur edhe nga ngarkesa që mbart kjo ndeshje, por edhe për faktin që dhe vetë FIFA në fillim të tetorit e ka shpallur një përballje me rrezikshmëri të lartë sigurie. Ndeshjen mes Shqipërisë dhe Serbisë. Duke ditë atë ngjarjen e fundit që njohin në Serbi, pa diskutim që kjo ndeshje është për të konsideruar tjetër. Por nuk besoj se ka për të pas në ngjarje nesër, sepse janë vindur që kanë marrë masat janë zakonshme për të evitu. Ngjarje që do të jenë pa konshme me thënë për të dy ekipet. Po gjithsesi ajo soi që Marokos është pjesa e lojtarëve në fushë, pasi se një nga jashtë kanë atë sa do të thoshë që i duhet të fokusohen vetëm te fusha, po diskutim që merr aspekte të tjera. Si e kujton atë ndeshje, Lika? Si e kujton ndeshjen e parë mes Shqipërisë dhe Serbisë? Pa diskutim që ishte ngjarje, domethënë që shumë emocionuese, edhe diçka që mori nuancat të tjerë zakonshme, jo vetëm në futbollin tonë, por edhe në futbollin evropian. Ishte ngjarje që ka leja ta kufit sportive. Po. Ndërkaq, për të rikthyer një herë le të themi bisedës në aspektin teknik të saj, të kombëtares sonë, nëse bëjmë një krahasim të Shqipërisë sot me atë se çfarë pam në Europian, performancën e saj. Çfarë dallon Fortuzi? Dalloj që lojtarët tanë në këtë momente besoj që nuk janë në formën e tyre më të mirë. Patën për disa lojtarë si Broja, Bajrami, nuk po kanë ato minutazhet dhe gjendjen e tyre më të mirë. Kemi disa mungesa, si mungesën e Kumbullës dhe të Ismailit në mbrojtje. Megjithatë, atë që ka të mirë kjo kombëtare e jonë, kjo e tanishme është sepse nuk ka emra, janë pothuajse të gjithë lojtarët janë lojtarë të një niveli ose lojtarë të mirë,
në gjendje të mirë, luajnë me klube ose në kampionate të forta dhe nuk besoj që do të ndihet shumë mungesa e Ismailit, se do mund të zëvendësohet nga Jeti, Kumbulla, Gjimshiti. Domethënë kemi lojtarë që edhe Bajrami është Hoxha në krahun e majtë që është në një gjendje të mirë. Pra kemi lojtarë që kemi pothuajse aty, pra nuk është se nuk kemi vetëm thjesht një lidhje siç ka pasur më parë që mungonte një lojtar o ishte mungesë e madhe. Megjithatë, do thosha që e vetmja e keqe që kemi ne në këtë ndeshje është sepse ne na duhet më tepër, na duhet fitoria, sepse po të luani mbase ka presion, dikon që ka shumë presion dhe kjo mund t'i prish punë skuadrës? Po, patjetër sepse kërkon vetëm fitoren për dalur për të arritur objektivin, sepse barazimi do ta vështirësoj shumë, na duhet pastaj një ndeshje e fundit me Anglinë, fitosh me Anglinë, që e cila është pothuajse si e pamundur, por besoj që nëse Shqipëria besoj që do ta mbajë rreth 5-6 minuta rezultatet në barazim 0-0, mbase në 30 minutat e fundit po sakrifikoj ta marrë një paratim, sepse ngarkohen shumë psikologjikisht ekipi tjetër. Mos harrojmë që serbët janë presion sepse vinë pas një 5-0 brenda në Serbi. Dhe ato kanë më të në letra ato janë më favorit, kështu që ato janë më të ngarkuar, plus luajnë përpara publikut vet. Që Serbia vjen nga një humbje e thellë, ne duam fitoren, të dyja skuadrat janë në një presion. Dhe çështja është kush do ta menaxhojë më mirë. Lika, si ndikon presioni për një lojtar në fushën e blertë? Ka shumë raste, do të them, për pjesën e shumicën e rasteve presioni nuk është i mirë për lojtarin. Edhe gjithmonë varet më shumë te karakteri i lojtarëve në mënyra se si e menaxhojnë presionin. Është vërtet që këto dy ekipet janë presionin për të marrë rezultatin, por nga një herë tamam kjo kur ka një ekip që luaj vetëm një rezultat në një kjo është një gjë pozitive, sepse ti nuk ke çfarë më fort. Është vetëm gjë synim që ti je në fushë. Ka shumë raste që ekipi hin për dy rezultate, ndoshta në para asnjë prej tyre. Po. Ndërkaq, cili është reparti që ka pikën më të fortë Shqipëria, Fortuzi, momentalisht, me këtë kombëtare sot? Mua më pëlqen mes fusha, lojtarët si Aslani, Ramadani, Bajrami, pavarësisht se për tash nuk është moment mirë, Arbër Hoxha më duket front mirë, edhe Shehu janë mes fushat duket besoj pozicioni jonë më i mirë që kemi në ekip. Ka pak luhatje pak mbrojtja, por për sa i përket sulmit? Sulmi ka lënë për dëshiruar, kuptohet sepse ne nuk kemi edhe një ekip që sulmoj me shumë sulmues, kemi vetëm Manajn, zakonisht vejmë mbrojtjen Gratiath ose Bajramin, pra luajmë me dy sulmues të tjerë të tërhequr, nuk bëjmë një lojë shumë të madhe sulmuese, por besoj që shpresojmë që me një kundrasul në këtë radhë të ndeshje të fitojmë, por prapë unë ngerin të mes fusha është basa është pika jonë më e fortë. Pika është mes fusha, pika jonë më e fortë dhe çfarë mendon për sulmin? Alternativa ka, por sërish ne vijojmë të çalojmë në finalizime. Pa diskutim që unë jam me mendimin që pika jonë më e fortë është mes fusha. Pashtë se kena lojtarë shumë mirë në mbrojtje në sulm. Edhe nuk mendoj në herë që kena pas lojtarë të klasit të lartë për shkak që bëni zgjerrje në që vetëm, pra forca jonë si kombëtare përgjithësi ka qenë forca e grupit. Edhe besoj te kjo pjesë ne duhet të fokusu. Për sa i përket sulmit, çfarë i mungon kombëtares son? Pra, vazhdimisht kombëtarët ndryshojnë sulmues, por sërish kur jemi përpara portës, jo gjithmonë, kjo është normale, jo gjithmonë do shënohet në çdo goditje, por duket sikur çalon skuadra aty. Nuk duhet me pa, domethënë, këtë problem nuk është nuk është me avu vetëm sulmuesave, sepse ne jemi një ekip që nuk është e krijojmë raste, gjithashtu raste për dhejse për shembull që pastaj me funksionin apo drejtor. Kur krijojnë raste pak nëse nuk mundesh me hudë me thonë fajin të një apo drejtor.
Po gjithsesi shpresojmë paktën që nesër me ata raste që ne do krijojmë të shfrytëzohen në mënyrë më të mirë të mundshme. Çfarë loje prisni nesër, Fortuzi, me këtë kombëtare, me Serbinë që vjen mbas një humbje të thellë, me presionin që kanë të dyja skuadrat? Ata që unë mendoj që mbase du ta ketë taktikën e vetë trajneri Silvinjo, është që ta presi ekipin kundërshtar në gjysmëfushën e vet, mbase për një periudhë të gjatë, domethënë shpresojmë që të dali pjesa e parë në një barazim, sepse me kalimin e minutave, me kalimin e kohës do të bëhet pak më e lehtë për ekipin, se ngarkohen shumë këmbët e ekipit kundërshtar, ana psikologjike, tifozët nuk do të jenë më të duruar dhe do të arrin dhe të shkëllojnë probleme me ekipin e vet. Ashtu sikurse edhe ekipi jonë me kalimin e minutave do të marrë më shumë krijohen më shumë hapësira, do të krijohen më shumë, sepse po ja ofrohet një objektivit që mund të arrijë më kollaj. Desha të shtosha pak diçka tek loja sulmuese që pyetet dhe Likën. Do të thosha që mbase problemi që kemi ne është sepse ne vërtet i kemi dy sulmuesi, kemi të mirë dhe Mana dhe Brojan. Por mbase taktika që përdor trajneri duke zëvojtur me një sulmues vetëm në maj, mbase nuk i jep ose vendosja e Brojës në krah, për mua mbase nuk është pozicioni i tij ideal për të luajtur. Mbase po të luani me dy sulmues do të ishte më mirë, të ishim në një skem 4-4-2 për shtatën e dy sulmuesve, ose mbase Broja mund të ishte më efikas në majën e sulmit, sepse sulmuesi është i mirë fizikisht, i shpejt, tërheq. Megjithatë edhe Mana gëzon një moment. Ka një moment të mirë, është e njeh portën, është një lojtar që shënon gola. Mbase do të ishte më mirë po të ishte të dy pranë njëri tjetrit se sa Broja në krah. Ky është mendimi im, kuptohet, sepse mbase trajneri ka zgjedhjet e veta dhe i shikon më mirë mbase nuk formullohet. Por mendoj që Brojen mbase nuk ja marrin 100% atij lojtari aty në krah është. Lika, Shqipëria, kombëtarja jonë ka arritur 2 herë ëndrrën europiane dhe tashmë ndron për një bilet në Kupën e Botës. Por në fundit, a e ka kombëtarja shqiptare cilësinë dhe potencialin për të arritur këtë? Mendoj që ne kena një favor vitet e fundit, domethënë lojtarët tonë kombëtarë kanë luajtur në për liga të forta. Edhe mund të them plot gojë që pse jo, ne kena mundësinë për më kualifikuar. Është vetëm një ndeshje, duke u bazuar te ndeshja e nesërme. Nuk shikoj një diferencë madhe mes lojtarëve të Serbisë apo lojtarëve të kombëtarës tonë. Edhe shpresoj shumë që trajneri Silvinjo të ketë zgjedhur një taktikë, domethënë do kisha preferuar shumë që nesër ne të bëjmë një futboll sulmues, sepse është thjesht një ndeshje dhe nuk ka diferencë të mëdha, nuk ka se ne të luajmë me Anglinë. Që ka lojtarë që mund të një moment po t'i lesh lirshëm ata mundin me të rrezikuar për gol. Kurse Serbia nuk po them që ka lojtarë çik, por nuk ka një distin vetëm me lojtarët tonë. Do mundemi ta shfrytëzojmë nesër këtë pikë ose këtë dobësi që mund të ketë edhe Serbia, skuadrë e mirë me historik në futboll. Do mund ta shfrytëzojnë dot të djemtar nesër në fushë? Tash ne thjesht japim jena këto për dhënë një mendim edhe një dëshirë, apo si do kishim dashur shfrytëzonë. Por po diskutojmë domethënë që shpresoj që ta shfrytëzojmë nesër edhe jam i bindur që gjithë njerëzit e sportit e kuptojnë që nuk ka diferencë të mëdha mes lojtarëve. Edhe pse jo, nuk është diçka jashtëzakonshme që nesër ne të bëjmë një futboll ofensiv edhe mundna me ul terapi. Ne shpresojmë që ndodh ashtu. Fortuzi, në rast se një ndështimi me ndeshjen me Serbinë, a mbyllet këtu epoka Silvinjo? Besoj se po, sepse normalisht objektivi jonë ishte që tindin të paktën në vendin e dytë në grup dhe në qoftë se nuk e arrim këtë objektiv, besoj që epoka Silvinjo ka mbaruar. Kuptohet, pati arritjen, do të bëjmë një përfaqësim të njësisht në kampionatin evropian, megjithatë mendoj që do me thënë, ka çfarë t'i jap më Silvinjo? Të hapin e matën.
Shiko, nuk mendoj që është faj Silvinjos ose është po të vi një trajner tjetër, por besoj që në futboll këto janë kështu ekziston, domethënë kur ti nuk arrit objektivin i parë që largohet është trajneri, sepse lojtarët janë po ato mbase do të qelli një frym tjetër, mbase duhet një hap tjetër, bëhet një hap më cilësor. Tash ne kemi ardhur në një moment që lojtar kemi shumë me shumicë, kemi lojtarë që luajnë kampionate të mira, atëherë duhet të kërkojmë dhe rezultatet. Dhe tashti mes kalimeve 2 herë në Europian, hapi tjetër i radhës është kalimi në botëror dhe për ne është mbase për Shqipërinë ka ardhur koha që duhet të dalim botëror. Po. Kuptohet nuk është e lehtë sepse del vetëm një skuadër në grup, e dyta bën play-off dhe ka ekipe të mira, por me nivelin që kemi të lojtarëve besoj që nuk ka pse mos dalim në rangun e Çekisë, Slovenisë, Slovakisë, ekipe që kanë dalë Serbisë, kështu që janë ekipe që kanë dalë ose pretendojnë për dalë në botëror, kështu që edhe ne nuk kemi më pak se. Po, Lika, për sa i përket epokës Besoj që Silvinjo e mbyll. Besoj se Silvinjo e mbyll. Po. Lika? Tham drejtën, unë jam me mendimin e Fortusit që nëse nuk arrit kualifikimi, është momenti për me dhënë dorë, me dhënë ekipin një fytyrë të re. Sepse qëllimi objektivi jonë ishte për më kualifikuar në botëror edhe qoftë se nuk arrije, që herë të shpresojmë kam qenë me atë dëshirën e optimizmit. Po gjithmonë qoftë se nuk arrije, pa diskutim që do të jetë shumë e vështirë me Silvinjon. Në fakt, përsa i përket trajnerëve, Shqipëria një ëndër në Europiane arriti me trajnerin me një tjetër trajner italian dhe tashmë sërish edhe me Silvinjon, po, s'po më vinte De Biasi, Gianni De Biasi. Dhe një tjetër ëndër e realizuam me Silvinjon. Fortuzi, si do ta cilësoje kombëtaren ton në drejtimin e 2 trajnerëve? Çfarë gjykoni pra cilat janë sipas jush të përbashkët, por dhe diferencat që dallon secilin trajner? Meqense të dy, si thua, e kanë arritur sukses me skuadrën tonë. Tani të them të drejtën, siç i kam parë të 2 trajnerët. Trajneri De Biasi ka pasur një grup lojtarësh cilësor, por me një dëshirë shumë të madhe për të luajtur me ekipin kombëtar. Pra një grup lojtarësh të cilët një pjesë e madhe tyre ishin rritur në Shqipëri, një pjesë e madhe tyre kanë luajtur në kampionatin shqiptar. Pra një ekip kombëtar i cili ndjente për fanellën e ekipit kombëtar. Jo se dua të hodh poshtë të lojtarët që janë tani, por brezi i këtyre lojtarëve që janë këtë moshë, janë shumë pak lojtarë kanë luajtur në kampionatin shqiptar, shumë pak lojtarë janë rritur në Shqipëri, janë rritur më shumë jashtë. Pra nuk kanë një lloj lidhje mbase me tifozin, me futbollin shqiptar, me fanellën kuqezi. Pra ekipi që ka qenë me De Biasin, sikur sakrifikonte më tepër, sikur luftonin më tepër, tifozat i njihshin më shumë lojtarët që ishin, pra kishin emra, Lorik Cana, ishte Agolli, pra kishte emra që ishin lojtarë që të cilët ishin si idhuj për tifozët. Kurse tani lojtarët tani janë lojtarë shumë të mirë, lojtarë që kanë luajtur në klubet, lojtarë që janë rritur, kanë një mentalitet tamam të futbollit profesionist, por besoj që siç kuptoj nuk janë të lidhur shumë me kombëtaren. Unë kam përshtypjen që ato edhe kur janë grumbulluar me kombëtaren, mbase edhe shqipen e flasin çik më flasin o italisht o anglisht. Dhe mund të kenë ato probleme. Kuptohet, janë gjërat kuptueshme, janë gjërat normale sepse janë rritur atje, kanë qenë fëmijë, disa kanë lindur jashtë, janë rritur dhe domethënë ajo ka të mirat, ka të këqijat e veta, por ky është ndryshimi më i madh që shohim. Pra të rrit si futbollist, por të largon nga Shqipëria, të mirat dhe të këqijat, nëse mund ta quajmë. Nga Shqipëria, të largon atë mentalitetin shqiptar për fanellën kuqezi, për atë domethënë unë kur kam luajtur me ekipin kombëtar ashtu po edhe Gilmani, besoj që në rrecete i mishi ose ka qenë domethënë kur ti dëgjoj hymnin, kurse besoj që këto brez këty në ndeshjen nga qenë edhe luajnë në kampionate më të forta, luajnë me ekipa të mëdha gjithmonë kundërshtar në kampionate, edhe nuk i bën është diçka normale për to. Po. Ka të mirë, ka dhe të keqet e vet, sepse luajnë pa emocion, luajnë nuk kanë shumë ankth, por
Mbase ajo sakrifica që duhet, ajo shpirti luftarak, mbase mund të jetë çik më i pakt. Po, Lika? Të dy trajnerët mund të me thënë plot gojë që të dy që duhesh me qenë trajnerë suksesshëm. Unë kam pas fatin, kanë vetë pjesëtari kombëtarës së Debiazit edhe e njeh mënyrën e punës tim detaje. Kurse punës së linjës vetëm çka kena pa nga jashtë. Edhe e tham prapë përsëris që atë dy trajnerë suksesshëm, por më mendoj që me Debiazin kishte pika më forte e tij ishte motivimi që ai të kishte aftësi që të motivohej para neshës. Pra ti kur ishe neshë ishte në motivim maksimal, pavarësisht se edhe gjërat kuqezi, siç e tha Forzu, edhe Fortuzi ne që arritat në të vend e kena një shumë më tepër, po diskutim. Po edhe siç e thashë më përpara, edhe këto vitet e fundit, pa diskutim që edhe një pikë fort e kombëtares se lojtarët të luajnë në liga të forta. Ne në atë kohë të jemi sinqert, përveç 2 apo 3 lojtarëve, pjesa tjetër e lojtarëve nuk kanë luajtur liga kaq forte sa që luajnë lojtarët e tanishëm. Pra, ndikon fakti që mund të jesh i lindur, bësh futbollist jashtë Shqipërisë dhe në një farë mënyre sikur është më e butë kjo lidhja që ke me vendin. Lika. Pa diskutim që një kanë e thash ka të mirë dhe të keqen e vetë. Të shingojnë emocionale, ai nuk mund të pas kur emocionet e mia, për shkak që jam rrit Shqipënia dhe jam rrit me ata hallet për problematikat tona. Edhe kur kam shkuar kombëtare, ndoshta emocioni jem po kanë 10 herë më i madh se sa një emocioni i lojtarit sa që let Serie A, Bundesliga apo në Premier League. Po. Dhe po kjo ka favorit e tjera që pa diskutim që a mësu me lut nivele shumë të larta dhe një neshe që ne për shembull që në Shqipëri e kena përjetu vetëm kur kena luajtur me kombëtaren, ai ndoshta e përjeton atë për çdo javë. Mirë, unë ju falenderoj shumë dhe sigurisht besoj që të tre këtu kemi një dëshirë përbashkët që kombëtarja nesër të fitoj, të marrë një 3 pikësh. Jo vetëm ne, por besoj gjithë shqiptarët kudo që janë. Indrit Fortuzi, Gilman Lika, ju falenderoj shumë për bisedën dhe për kohën tuaj. Faleminderit shumë, inshallah me fitoj nesër. Me fitoj. Inshallah me fitoj. Faleminderit. Një hapësirë publicitare në vazhdim, rikthehemi pas pak.